Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka vendosur që zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të mbahen më 28 dhjetor 2025. Osmani fillimisht nënshkroi dekretin për shpërndarjen e kuvendit të Kosovës, respektivisht legjislaturën e nëntë të tij. Këtë e bëri të ditur në një konferencë për mediat pas takimit konsultativ që pati sot me partitë politike parlamentare. Data 28 dhjetor është vendosur pasi është e vetmja që i mundson KQZ-s të organizojë zgjedhjet në mënyrë të rregullt dhe brenda afateve kushtetuese. Data 11 janar përjashtohet pasi të kaluan afatin kushtetues, ndërsa data 4 është e pamundur për shkak të mos shfrytëzimit të plotë të buxhetit nga KQZ-ja, ka thënë Osmani. Mëtej, presidentja ka sqaruar se shumica e partive kanë propozuar datën 28 dhjetor. 8 parti janë deklaruar për datën 28, 5 për 21, kurse 3 të tjera kanë pajtuar me cilën do datë. Në kushtetut e kemi përcaktuar se afati maksimal është 40 ditë, atëherë si presidente e kam për detyrë të jap afatin më të gjatë e jo më të shkurtër në mënyrë që të kemi mundësi të eliminojmë disa nga sfidat e organizimit të zgjedhjeve, tha Osmani. Ajo ka theksuar se megjithse disa sfida mund të mbeten, procesi duhet të organizohet në mënyrë të rregullt. Është fati keq që sërish po detyrohemi të shkojmë sërish në zgjedhje, por ju uroj suksese dhe menjëherë pas zgjedhjeve të kemi konstituim të kuvendit dhe formimin e institucioneve pas një zvarritje, u shpreh presidentja. Mëtej, Osmani kërkoi nga partitë të bëjnë fushat dinjitoze me respekt të ndërsjellët dhe pas rezultateve të ulën dhe të bisedojnë. Osmani tha se para se të nënshkruante dekretin për shpërndarjen e kuvendit, tentoi t'i binte partitë që të mblidheshin sot për të votuar zgjatjen e buxhetit. Pas dështimit të djeshëm në kuvend për zgjedhjen e qeverisë, kushtetuta kërkon shpërndarjen e kuvendit dhe shkruarjen në zgjedhje. Para se të nënshkruajë dekretin, kanë bërë përpjekjet e fundit që partitë të kthehen në kuvend dhe të miratojnë zgjatjen buxhetore, marrëveshjet ndërkombëtare dhe çështjet e tjera me rëndësi përfshirë edhe buxhetin e RTK-s. Përkundër përpjekjeve nuk pati vullnet politik që këto vendime të kryen sot, tha Osmani. Ky vendim i zgjedhjeve të jashtëzakonshme vjen pas dështimit të mandatit të dytë të Glau Konjufcës për formimin e qeverisë. Ndërkohë, pas caktimit të datës së zgjedhjeve, më një herë shumë ka qenë edhe reagimi i kryeministrit në detyrë të Kosovës Albin Kurti. Dita e zgjedhjeve është festë e demokracisë, ajo bëhet edhe më madhështore kur ka pjesëmarrje sa më të madhe të qytetarëve tanë me të drejtë vote. Në të njëjtën kohë, duhet të sigurohemi që institucionet shtetërore kanë kohën e mjaftueshme për të bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme që procesi zgjedhor të jetë i rregullt, i drejtë dhe demokratik. Andaj, ne e mirëpresim caktimin e datës 28 dhjetor nga presidentja e vendit, Vjosa Osmani Sadriu, si datën më të përshtatshme për zgjedhjet e parakohshme që po na presin, ka shkruar në një reagim në Facebook kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti. Bashkë me Bashkimin Evropian e me Bankën Botërore që të kryen të gjitha procedurat e nevojshme në përputhje me kushtetutën dhe ligjet në fuqi, në mënyrë që edhe plani rritjes edhe marrëveshjet e tjera të jenë të gatshme në kuvend për votim. Pra në total po flasim për më shumë se 1 miliard euro investime për Kosovën, investime që tash mbeten të bllokuara. Pyetja shtrohet se çfarë do të kishin sjell këto marrëveshje. Këto nuk ishin thjesht numra në letër, ishin ndryshim i prekshëm në përditshmërinë e qytetarëve tanë. Fëmijët do të kishin qasje më të mirë në edukim cilësor dhe kujdes të hershëm, studentët dhe të rinj do të lidheshin me tregun modern të punës, familjet me asistencë sociale do të përfitonin mbështetje të drejtë dhe të qëndrueshme, mjekët, infermierët dhe pacientët do të kishin shërbime moderne, spitale funksionale dhe sisteme digjitale që më në fund funksionojnë, bizneset dhe fermerët do të shihnin një ekonomi më stabile, energji më të besueshme dhe infrastrukturë që hap mundësi. Prandaj mos votimi i tyre nuk i dënon partit, por i dënon qytetarët. Kur nuk ratifikohen projekte që përmirësojnë jetën e qytetarëve, që në këtë rast ishin inicuar dhe proceduar nga presidenca, humbësi i parë është qytetari. Ta themi hapur, një Kosovë e dobësuar është humbje për të gjithë. Një Kosovë që pengohet të ecë përpara nuk i bën nder askujt. Dhe një shtet që humb fondet Bashkimit Evropian dhe të Bankës Botërore në shumë prej 1 miliard euro e më shumë, humb besimin e partnerëve dhe me të humb edhe perspektivë. Por mos votimi në kuvend rrezikon pra ta zbejë edhe sukseset që janë arritur deri tani. Prandaj thirrja ime për partitë është që tani të bëjnë fushat dinjitoze, me respekt të ndërsjellë, me standardet më të larta demokratike. E pas rezultateve, uluni, bisedoni dhe merrni përgjegjësinë që ju takon.
Qytetarët tonë kanë nevojë që urgjentisht të kenë institucione stabile dhe të përgjithshme e që marrin vendime në interes të tyre. Siç e dini, pas dekretit për shpërndarje, menjëherë vjen radha çështjes së datës së zgjedhjeve. Ju njoftoi fillimisht se për shkak se sot kam shpërndar kuvendin, automatikisht data 11 janar është përjashtuar si mundësi, sepse është jashtë afateve kushtetuese që do të më lejonin ta shfrytëzoja. Sa i përket datës 4 janar, jemi njoftuar që nëse zgjedhjet mbahen në janar, sipas legjislacionit në fuqi dhe me që nuk kemi tashmë buxhet të miratuar për vitin e ardhshëm, atëherë KQZ-s do t'i lejohej sipas ligjit të përdorë vetëm 1/12 e buxhetit të saj, që i bjen maksimum diku rreth 1 milion apo 1.5 milion. Përderisa për këto zgjedhje është kalkuluar që mesatarisht do të kushtojnë rreth 8 milion. Pra zgjedhjet në këtë datë është praktikisht e pamundur të mbahen për shkak të pamundësisë që të shfrytëzohet buxheti në janar ashtu siç thot ligji. Kthehemi prandaj te dy datat e mbetura, pra 21 dhe 28 dhjetor, të cilat mund të bëhen sipas kushtetutës. Sot partitë politike janë deklaruar kryesisht për këto dy data në takimin konsultativ që e patëm. 8 parti sot janë deklaruar për datën 28 dhjetor. 5 parti janë deklaruar për datën 21 dhjetor, kurse 3 parti kanë thënë që cila do nga këto data është në rregull. Ju njoftoj se gjatë kësaj periudhe kam qenë po ashtu në kontakt me kryetarin e KQZ-s 3 herë dhe kemi analizuar procesin e papërfunduar të zgjedhjeve lokale, si dhe procedurat që na presin për organizimin e zgjedhjeve nacionale. Zgjedhjet lokale nuk kanë përfunduar akoma sa i përket procedurës së certifikimit. Ekzistojnë pastaj afatet e ankesave, pas kësaj fillojnë procedurat e asgjësimit e materialit zgjedhor, pastaj procedurat e përgatitjes së platformës për shpalljen e rezultateve preliminare dhe asaj të numërimit, cilat duhet të ripërtrihen me parametrat e zgjedhjeve të përgjithshme. Para fillimit të fushatës, janë edhe një sër veprimesh e që janë regjistrimi subjekteve politike dhe koalicioneve dhe certifikimi i kandidatëve, hedhja e shortit, shpallja e fletvotimit e veprimet të tjera. Për më tepër, duhen së paku 2 javë hapësirë kohore për mundësuar votimin jashtë vendit dhe duhet pasur parasysh që sipas ligjit të ri për zgjedhjet e përgjithshme, shtetasve që jetojnë jashtë vendit duhet dhënë së paku 15 ditë afat me qëllim të aplikimit dhe regjistrimit për të votuar. Në mesin e të gjitha këtyre janë edhe procedurat tenderuese e çka jo tjetër. Pra të gjitha këto e bëjnë praktikisht të pamundshme edhe datën 21 dhjetor, jedimisht data 28 dhjetor është data që kam vlerësuar se mbetet data e vetme e mundshme, sado që edhe kjo datë paraqet deri diku sfida për KQZ-n. Leonit ju njoftoj se sipas rekomandimeve të Komisionit Evropian për reformën zgjedhore në Kosovë, të cilat janë publike, në rast të zgjedhjeve të parakoshme, KQZ-s duhet t'i japën së paku 2 muaj kohë për t'i përgatitur ato. Meqense ne në kushtetut e kemi të përcaktuar që afati maksimum është 40 ditë, atëherë si presidente e kam për detyrë që të jap afatin më të gjatë e jo afatin më të shkurt në mënyrë që të kemi mundësi të eliminojmë së paku disa nga sfidat e organizimit të shpejt të zgjedhjeve, sado që po e përmend jo të gjitha do të eliminohen edhe me datën 28 dhjetor, por me shpresën që KQZ-ja do ta bëjë të pamundurën që ato të organizohen në mënyrë të rregullt. Edhe njëherë është fati keq për qytetarët dhe për Kosovën që sërish po detyrohemi të shkojmë në zgjedhje, megjithatë ky ishte vullneti i partive politike të dala nga zgjedhjet e nënshkurtit. Ju uroj suksese në këtë proces me shpresë që menjëherë pas zgjedhjeve e pa asnjë zvarritje të vetme do të kemi konstituimin e kuvendit dhe zgjedhjen e qeverisë së ri. Në qoftë se keni pyetje, urdhroni. Presidente u konfirmu tashmë data 28, dihet që ka qenë data e preferuar edhe prej kryeministrit në detyra Albin Kurti, çka me ato akuzat që ju po shkoni në linjë dëshirave të Kurtit për datën e zgjedhjeve, për mandatimin e konjunkturës